këtyre problemeve. Pra unë nuk mundet nuk ndihesha mirë, por isha domethënë herë e ndjen ndonjëherë që mund të jepi edhe dorëheqje nga fakti sepse unë nuk mund ta duroja dot një padrejsi. Sepse ishte një institucion shumë i lartë ku ja fatet e kombit në dorë zotëri. Sepse aty realisht janë fatet e kombit në dorë në këto institucione shumë të rëndësishme. Sepse prokuroria duhet të kuptoni një gjë është katalizator dhe katalizator që vën në lëvizje gjithë motorin. A e kuptoni rastin Ballukus ose si ka ndodhur? Pra çfarë bën prokuroria? Prokuroria vën në lëvizje shtet. Pra ngër probleme madhore. Kështu që unë prandaj dili edhe kryq në këto probleme kaq madhore. Unë kam dalë për shembull nëse juve e keni dëgjuar, kam dalë tek shkolla magjistraturës. Po. Aty kontestime shumë të forta. Mirë, po ju e dini shumë mirë se sa kosto ka marrë për këtë pjesë. Po pse nuk mund të heshtja dotun? Unë heshtja shumë mirë. Po unë lash avokatin, lash studion tim të avokatisë vetëm për këtë punë, që për të shërbyer këtij vendi. Më kupton apo jo? Dhe prandaj kam qenë një zë i fortë atje. Dhe prandaj kam marrë kosto. Sepse unë nuk mund të jap të gjitha problemet ndonjëherë tjetër, dhe mund të jap të gjitha problemet që ka patur aty, por jo në kohën e sotme, ndoshta se më pas, por realisht ka pas probleme shumë madhore, të cilat duhet të kesh pa guxim për t'i dalë për zot asaj detyre. Por gjithsesi unë mendoj se ato institucione, qoftë dhe Këshilli i Lartë Prokurorisë, e vlejnë dhe japin. Zoti Baza ju tha që nuk e duroni dot padrejtësinë dhe prandaj nuk heshtët. Po ndikimin e keni duruar gjatë mandatit tuaj, e kam fjalën këtu nga ndërkombëtarët, sepse ne nuk e ndajmë dot tani, është 51-49, e kemi ne apo amerikanët spakur, apo janë legjenda urbane këto? Shikoj nderuar, do të kuptoni një gjë që monitoruesit e atij procesi janë partnerë strategjik, miqt, ata që kanë shpëtuar fatin e këtij vendi. Pra e kanë shpëtuar nga kthetrat, nga ndarja. Kështu që ne duhet të jemi mirënjohës për sa i përket këtij fakti. Por mund të them me bindje të plotë që amerikanët nuk kanë ndërhyrë ashtu siç mundet dhe të abuzohet. Absolutisht, sepse unë kam goxha përvojë në Këshillin e Lartë Prokurorisë. Kim hyri, doli, tani ishte një prej zyrtarëve më të lartë të Dashi që erdhi, një foto në media që u interpretua si zgjedhje, fotoja me cilën ai që u postua në rrjetet sociale. Si është kanalet e komunikimit, gjuha dhe ndikimi, se unë nuk besoj që ai mund të vijë edhe çdo kush thotë që shikon dua këtë, por mënyrat e qartë e kuptoj thelbin e pyetjes. Ai proces faktikisht është monitoruar nga ndërkombëtarët dhe absolutisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë roli kryesor aty, kanë investuar dhe kanë roli kryesor. Por po i them vetëm monitorim. Nuk duhet të abuzohet, realisht nuk duhet të abuzohet, sepse nuk është e vërtet tani që unë flas me përgjegjësi personale për këtë pjesë, absolutisht askush nga anëtarët e Këshillit të Lartë Prokurorisë, përfshi dhe kryetari apo zëvendëskryetari që kam qenë unë, të jetë intimiduar në vendimarrjen e kreut të spakut. Absolutisht. Absolutisht jo. Nuk sepse nuk e sepse duhet të por pa ata nuk do ishim këmbë, edhe më shumë ndoshta ata që janë brenda kanë besim tek ata që janë jashtë sesa këtu. Ta kuptova thelbin e ku do dilje me këtë pyetje? Si nuk kanë besim? Jo, e kam fjalën më shumë ata për këtë që u ngrit, kanë besim tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sesa duhet të kuptoni një gjë, kjo strukturë pikërisht për këtë u ngrit. Sepse është abuzuar, sepse nuk do të kishte fare strukturë të tillë nëse do të ishin gjërat normale. Dhe pikërisht sepse këtu kanë qenë edhe më parë këta prokurorë. Pikërisht. Këtu kanë qenë. Kështu që detyrimisht ka qenë nevoja për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve se mos partnerë tanë strategjik siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata e kanë konstatuar këtë fakt që këtu pa një prokurori speciale nuk mund të ecë kjo punë. Sepse dhe prokuroria e krimeve të rënda u kthye në një prokurori po binte avash në një prokurori të prokurorisë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra, më kupton? Ose të zakonshme, një zyrë prokurore të thjeshtë. Pra, detyrimisht që u ngrit kjo strukturë. Megjithatë, unë mendoj se kanë nevojë për ndryshime goxha rrënjësore, sepse atë që ka përmendur dhe kreu Spakut Altin Dumani, ku ka thënë që është nevoja për tani nuk mund të merret prokurori për 1.000 lekë të reja, sepse u arrestua dikush që i dha një polici një fëmijë 18 vjeç, i dha një polici 1.000 lekë të reja, merret prokurori Spakut, e kupton? Pra, këtu duhet bën disa ndryshime. Por gjithsesi, domethënë, ajo që është e rëndësishme është që
efektin prokuroria speciale e ka dhënë. E ka dhënë dhe ka dhënë të plot. Sot, nëse askush nuk është i qetë sot nga ata që kanë abuzuar me taksat e këtij shteti. Do të jemi të sinqertë për të pjesë. Do të jemi sinqertë, askush nuk është i sinqert. Askush. Ju nëse do ishit sot aty, nga 4 kandidatët, e keni një në mendje kë mundet kujt do t'ja jepni votën për kreunërinë të SPAK-ut, apo ndoshta ka ardhur momenti që të jetë një grua në krye të SPAK-ut? Po, kjo është pyetje e vështirë